Kapiteni i Sunderlandit Granit Xhaka synon të thyejë një rekord të klubit kur të udhëheq skuadrën e tij kundër Manchester United këtë fundjavë. Xhaka dhe Sunderland do të përballen me djajt e kuq në njërin nga vetëm 2 ndeshjet e Premier League që luhen të shtunën në orën 15 duke shpresuar të vazhdojnë formën pozitive me të cilën e kanë nisur sezonin e ri. 6 skuadrat e fundit që janë ngjitur nga Championship janë rikthyer menjëherë në ligën e dytë, por Sunderland, Leeds United dhe Burnley kanë treguar se mund të jenë më të qëndrueshme në sezonin 2025-2026. Në drejtimin e trajnerit të Regis Lebris, Sunderland ka regjistruar vetëm një humbje në 6 ndeshjet e para të kampionatit. Ata kanë poshtur West Ham United, Brentford dhe Nottingham Forest, si dhe kanë barazuar me Crystal Palace dhe Aston Villa. Që nga fitoria në shtëpi ndaj Brentford më 31 gusht, Xhaka ka dhënë asistim në 3 ndeshje radhazi. Nëse ndihmon me një tjetër asist ndaj Manchester United me fushori shqiptar dhe ish lojtari i Arsenalit, do të bëhej lojtari i parë i Sunderlandit që regjistron 4 asist radhazi që nga viti 1997. I fundit që arriti këtë ishte Chris Wadi, i cili ju bashkua Sunderlandit në mars të vitit 1997, më shumë se 2 dekada pasi kishte bërë emër të rivalët e përbetuar Newcastle United. Ai luajti vetëm 7 ndeshje në kampionat me fanellën kuqe bardhë, një shifër që Xhaka do ta barazojë nëse aktivizohet këtë fundjavë, por arriti të shënojë një gol dhe të jap asiste në ndeshjet kundër Nottingham Forest, Newcastle, Liverpool dhe Middlesbrough. 33 vjeçari Xhaka ju bashkua Sunderlandit nga Bayer Leverkusen gjatë afatit kalimtar të verës dhe ka pasur një ndikim të madh te skuadra e sapo ngjitur në elitë.